Mirdita, a mundet që planeti Tokë t'jetë një koloni? A mundet që njeriu t'jetë një specie e vendosur në një kafaz të quajtur planeti Tokë? Ndiqeni me kujdes. Kjo është teoria e çmendur e një studiuesi i quajtur Kevin Tradeu. Kevin është një shkrimtar dhe studiues amerikan dhe kohët e fundit ka bërë buj sepse ai thotë që në bazë të studimeve që ka bërë ndër vite, planeti Tokë nuk është gjë tjetër veç se një koloni. Koloni nga kush? Tani po ja u them. Kevin ka bërë një studim prej vitesh, duke filluar që nga Zakaria Sitchin dhe nga studime të bazuara në të gjitha librat shkollor, ato që shihen dhe ato që nuk janë thënë në libra shkollor. Dhe sipas gjasave, planeti Tokë, 5 racat, sepse për të janë 5 racat dhe jo 7, sepse 2 të tjerat janë modifikuar ndër vite, 5 racat në planetin Tokë nuk janë gjë tjetër veç se të mbjella nga specie më të zhvilluara se ne. Çfarë do të thotë kjo? Atëre, pikë së pari duhet të dimë që ka disa le themi çuditëra në ecurinë e njeriut, pra në zhvillimin e ADN-s së njeriut dhe njeriu në përgjithësi. Në qoftë se e keni dikush për ju e di sepse ka ekspert në këtë faqe padyshim që ne nuk gjejmë hallkën që mungon. Çfarë është hallka që mungon? Hallka që mungon është ajo që lidh njeriu me shimpanzen, sepse duhet të dini që ne kemi deri në 98% të ADN-s të shimpanzeve. Dhe në qoftë se ne do të mund të zbulojmë ato 2% që na mungojnë, ne kemi zbërthyer hallkën që mungon. Mirë po, hallka që mungon nuk dihet se kush është, nuk dihet se çfarë është. Hallka që mungon që lidh pra shimpanzen me njeriu. Ne jemi një specie që i afrohemi te jete një shimpanze, por në të vërtetë ne jemi shumë më të zhvilluar që ajo 2% që ne tham, si thon studiuesi dhe si thosh ky Kevin, ajo 2% që na ndan bën diferencën e madhe. Dhe e dini se kush është diferenca e madhe? Është pikërisht pra në trurin e njeriut. Dhe kjo që nuk e shpjegojnë dot shkencëtarët, pra nuk shpjegojnë dot si është e mundur që njeriu pra të ketë kaq lidhje të madhe me majmunin, pra me shimpanzen, por në të vërtetë është shumë më i zhvilluar se shimpanzea. Dhe ndërkohë ku shimpanzea mbeti atje ku është dhe nuk ka zhvilluar, nuk ka evoluar. Atëherë lind pyetja, pse shimpanzea nuk evoluoi, nuk u zhvillua më tej, por mbeti aty? Dhe pse njeriu është diferencuar? Pra, ky është një nga misteret. Misteri tjetër është ka 5 raca në planetin Tokë. Dhe këto 5 raca mendohet që njeriu lindi në Afrikë, pra lindi nga balta, si thuhet, ose u modifikua me kalimin e kohës, qoftë në mënyrë shkencore që thuhet u modifikuar sepse aty lindi njeriu i parë, por qoftë edhe nga shkrimet antike, pra biblike, thuhet që u lindi nga balta. Atëherë, në qoftë se lindi njeriu në Afrikë, do të thotë që lindi me ngjyrë, si thotë edhe Kevin. Po si bëri njeriu me ngjyrë, pra ai i ziu, të bënte një njeri të bardhë? Si mund ta modifikonte? Pra si u modifikua që u bëj bardhë njeriu? Ose anasjellta, si nëse njeriu ishte i bardhë, si u modifikua që u bë i zi? Ose si u modifikua që u bë i verdhë, aziatikët? Ose si u modifikua që të bëhesh i kuq? Apo mulat, i kuq në vendet nativi amerikani. Pra, ky është fakti tjetër. Një fakt tjetër që është akoma më i çuditshëm është se si u zhvillua njeriu ndër vite. Pra, psiqika e njeriu, sepse ne na mungon, hallka që mungon, është edhe për sa i përket kockave. Pra, kockave të njeriu, nëse ne shohim në ecurinë e species, njeriu ishte bipede, pra me 2 këmbë, që filloi që të ecte me 2 këmbë. Po pastaj me kalimin e kohës u nda dhe u bë Homo erectus, pastaj Homo sapiens. Mirë po, erectus me kalimin e kohës u zhduk. Atëherë lind pyetja, çfarë ndodhi që u zhduk? Mos ishte ky modifikimi që bën gradualisht specie të tjera? Pra edhe ky është një mister, si thot Kevin. Por Kevin çfarë thot tani? Kevin thot që në gjithë galaktikën tonë, thot, ka një hierarki. Dëgjojeni me vëmendje, hierarkia që gjendet në galaktikën tonë, se cila prej tyre pra ka modifikuar çdo specie, ose ka vendosur të vetën. Pra njeriu i zi, sepse gjendet në një sistem
një planet tjetër dhe ka të njëjtat karakteristika të njeriu të zi. Dhe kur erdhi në planetin Tokë, modifikoi majmunin, pra shimpanzen, me ngjashmëritë që kjo specie ka. Por njëkohësisht edhe njeriu i bardhë, që siç thuhet janë arturianët, ose disa thonë që janë specie që vinë nga një tjetër galaktik, megjithatë pak rëndësi ka. Ai në sintezë thotë që është më se evidente, më se e shikojnë edhe me sy njerëzit, përveç se është edhe shkencore, që secila nga këto specie është komplet diferente nga njëra tjetra. Po të shikoni, si thot, nëse ne nuk do të jetonim në bashkësi sot dhe të jetonim të ndarë mes njëri tjetrit, pra të ndarë kontinentet po flas me ngjyrat që kanë, po ta shikoni, secili ka karakteristikat e veta dhe ishte i ndarë dhe jetonte në atë formë secili në bashkësi. Sot që jemi bashkë, me një fjalë thot ai, jetojmë dhe njohim, sepse kemi informacionet që i shpërndajmë mes njëri tjetrit. Duke marrë dhe dhënë informacione, jemi më pranë njëri tjetrit. Por dikur, thot ky, në kohët e lashta, kur kontinentet ishin të shkëputura mes njëri tjetrit, ishte komplet diferent. Pra, njeriu i bardhë nga njeriu i zi, apo nga njeriu i kuq. Në fakt, kemi edhe mbetje të këtyre qofte dhe të ndërtesave. Për shembull, ne flasim gjithmonë për ndërtesat për piramidat në Egjipt, por duhet të dini që ka ndërtesa të çuditshme në Olmekve në Amerikën Latine, që shpesh nuk flasin. Dhe ndërtesat e Olmekve, për shembull edhe ata gurët e mëdhenj apo ato skulpturat e mëdha, askush nuk di t'i shpjegoj se kush i ka ndërtuar, kush i ka bërë, sepse nuk i kanë bërë Olmekët e tanishëm. Por dikush më i zhvilluar kishte bërë këto, ose ata gurët e rumullakët që keni parë që janë të shpërndarë në mbar botën. Askush nuk e di. Dhe tjetra, po të shikoni në anë të Indis, pra edhe në Indi, ka disa ndërtesa në Indi që ende sot shkenca thot ne nuk dim si i kanë ndërtuar, sepse kanë një shkencë tepër të avancuar, qoftë nga ndërtimi i tyre, por qoftë edhe nga forma, por edhe nga se janë të ndara me centimetra, milimetra, mbaj mend shumë pak të kësaj, por ka disa ndërtesa, një dy ndërtesa që janë vërtet të mistershme, që askush nuk e di se si i ka ndërtuar, kush i ka ndërtuar. Ose edhe Petra në Jordani. Askush nuk di si është e mundur që të ndërtohet një diçka e tillë madhështore brenda shkëmbit dhe në një formë fantastike ku ende sot ne nuk jemi në gjendje që ta bëjmë. Pra, për shkaki këtyre informacioneve, pra ne që nuk dim këto informacione, janë fakte, sipas Kevin, janë fakte që tregojnë që dikush erdhi dhe modifikoi çdo pjesë të vendeve gjeografike të planetit Tokë. Pra speciet që gjendeshin aty. Ose dikush tjetër thot, nuk kam lexuar për shembull edhe disa studiues autonom që thonë që njeriu nuk është fare i planetit Tokë, por ka ardhur nga diku tjetër dhe kanë vendosur pjesë, pra të inxhinierisë gjenetike në planetin Tokë. Pra, ato që kanë gjetur këtu, pjesë, po themi, të çdo gjë që gjendet në planetin Tokë, e kanë vendosur edhe në njeri, sepse ne jemi, trupi njeriut është ajo që gjendet në planetin Tokë. Çdo copë zajon. Ndërsa fusha magnetike është shpirti, energjia, po thuani si doni. Dhe kjo është një inxhinieri tepër komplekse, por megjithatë doja që ta diskutoj me ju, sepse sipas Kevin Tradeu është vetëm një koloni planeti Tokë. Në fakt, ai thotë që ende sot ne i themi që janë disa objekte të pa identifikuara që vizitojnë planetin Tokë dhe nuk janë fantazi, thot ai, sepse edhe njerëz të thjeshtë i kanë parë me mira herë këto objekte, bile ka miliona njerëz që thonë që janë në kontakt me disa forma të tjera jete që nuk janë njerëzore. Pra për të gjitha këto, ai pretendon që planeti Tokë nuk është gjë tjetër veç se një koloni. Pra një koloni e krijuar nga një specie më zhvilluar se njeriu, por në secili bëri punën e vet, pra me këto ngjyrat
diferente dhe me intelektin diferent që si thash më përpara që ne vetëm tani kemi zbuluar, pra kur jetojmë në bashkësi, por sipas tij është një koloni që vazhdon ende sot të kontrollohet nga specie më të zhvilluara se njeriu. Dhe sipas tij ata jetojnë mes nesh dhe nuk mundemi që me fjalë nëse ata kanë dëshirë që të mund të tregojnë, sepse është një si mund të quhet, një pakt, si mund të quhet, intergalaktik, që nuk duhet që njeriu të di se çfarë, sepse janë të fshehta shumë të mëdha, sepse nëse njeriu do të zbulonte që është një specie jo më shumë se një kafshë, sepse nëse ne do të ishim, nëse dikush nga ne do të mendonte ose edhe njerëzim do të mendonte që jemi vetëm një koloni, atëherë ndryshon çdo gjë, ndryshon shumë. Jo vetëm njeriu i thjesht, por edhe ata që mendojnë që ne jemi pronarët e planetit Tokë dhe të specieve. Kështu që me kalimin e kohës njeriu pastaj degradohet, qoftë edhe trupi, por edhe mendja e tij, dhe kjo është arsyeja që pse nuk e thon. Tani unë doja ta diskutoj me ju sepse është një deklaratë vërtet e fortë, nëse dikush nga ne ndoshta e ka kuptuar, por e thën kështu publikisht ndryshon. Dhe doja që ta diskutoj me ju. Ju çfarë mendimi keni? Mundet që njeriu të jetë vërtet një specie e vendosur në një vend, në një kafazë të quajtur planeti Tokë, pra një koloni e bërë nga një specie shumë e zhvilluar që ne i quajmë alien apo ku ta di unë, quajeni si të doni. Pyetja është e tepër serioze dhe do të dëshiroj një përgjigje vërtet serioze. Pres komentet tuaja. Ditë mbarë.